Atëherë, hoxhë, fillimi, si filluan aktivitetet si imam në xhamin Dina Hoxha? Dina Hoxha është Para se fillimi, kam dëshirë të di pa dhe shikuesit me siguri, kush ka qenë ki Dina Hoxha? Dina Hoxha. Atëherë Dina Hoxha ka qenë një adjutant i mbretit Zog, këshilltar, ka pas zë të madh nga Dibra, dhe nga që ishte shumë i zgjuar, nuk ka pas shkollë, pra shkollë me kuptimin kurrikulave arsimore, domethënë ka qenë i urtë dhe i mençur, domethënë me natyrshmërinë që i ka pas fali madh Zot. Dhe mbreti Zog konsultohej me të, ka pas adjutant tip konsulenti. Dhe ai vjen, edhe sot të kësaj dite kulla e Dina Hoxhës është në Dibër. Pra ka një vend që quhet kulla Dina Hoxhës. Dibrand, domethënë pas ka qenë. Po. Normalisht ata kanë qenë prej popullsisë shqiptare që janë përballë me serbët. Dhe si pasojë kanë pas her mbas here, domethënë zhvendosje. Dhe një pjesë e mirë e tyre kanë ardhur në Tiranë më vonë. Për këtë arsye kemi një lagje që quhet Lagja Dibronde, rruga Dibronde në Tiranë. Dina Hoxha, domethënë ka pas tokën e vet aty ku është xhamia sot. Edhe duke qenë se nevojat e veta i ka pas mbuluar, aty ka qenë edhe një rryp, le të themi varrezash, një rryp toke e ka lënë për xhami, vakuf për xhamin. Edhe me kaq e ka mbyll ai historinë e vet. Banorët e lagjës, lagja ku është sot xhamia Dina Hoxha ka qenë quajtur në atë kohë Lagja e Re e Tiranës. Do thonë aty ka qenë fundi i qytetit Tiranës. Dhe banorët e lagjës janë mbledhur për të bërë xhami pikërisht tek toka që Dina Hoxha ka lënë për xhami. Kanë bërë 2 mbledhje fondesh. Kanë arrit në fazën e parë deri në kupol pa minare, pastaj kanë bërë një mbledhje dytë, kanë bërë kupolën dhe minaren. Dhe në qershor të vitit 1933 është përruar xhamia Dina Hoxha. Para komunizmit, para komunizmit, do thonë 11 vjet përpara se të vinte në pushtet komunizmi. Dhe domethënë aty ka qenë një hoxh i madh i Tiranës, Haxhi Hafiz Dashi. Ai ka pas dhënë mësim, domethënë ai ka pas menaxhuar xhamin. Allah e mëshiroft, deri kur ka ndruar jetë afër viteve 60 diçka e tillë. Dhe pastaj, domethënë me ardhen me sistemi komunist, nuk është se i prishi xhamia qysh fillim, ose doli kundër. Filloi të bënte propagandë derisa erdhi viti 1967, u dha udhëzimin nga lart, por rinia, domethënë u çua të prishin kishat edhe xhamiat, gjitha, edhe ndër këto xhamia që e kanë mësuar ka qenë xhamia Dina Hoxha, e bën dekor të shtetit. Un kam akoma fotografi që mi ka sjell një fotograf francez, ka vizituar Tiranën në vitin 1978-79, e kur ka ardhur mbas sistemit, ka ardhur tek xhamia është habit. Edhe më thotë, un kam ca foto xhamis Dina Hoxha dhe më sjell ato fotot e dekorit ku pikturohen Enver Hoxha, Lenini, Stalini, Partia e Punës Shqipërisë, Roft, shoku Enver Hoxha, të gjithë kanë qenë bërë në kat 2 xhamis Dina Hoxha, sepse ishte kthyer xhamia në dekor, ndërsa xhamin, do thonë, patën shembur minaren. Pastaj mbasi ra sistemi 91-shin, atëherë një grup pleq, domethënë mosha vjetër besimtar, Zoti i mëshiroft, asnjëri prej tyre nuk është gjallë sot. Jo, vetëm njëri prej tyre është gjallë sot. E kemi xhamatliun ton. Ata u çuan, morën çelçat, e hapën edhe një herë xhamin, pastaj u bë minaria, pastaj pati një zgjerim, domethënë në bërë deri sot 5 zgjerime në xhamin Dina Hoxha. Dhe domethënë unë kur jam këtu në vitin 2001, po. Xhamia ishte, domethënë kishte marrë drejtim, ka qenë aty një hoxh që e drejtonte Hoxh Selim Tota, Allahu e rujt, e dhon shnet. Amin. Hoxh Selimi, mashallah, domethënë pati arrit të gjejë një gjuhë mes institucionit dhe rinisë, sepse rinia në atë kohë, domethënë kishte, le të themi, disi përplasje me institucionin. Dhe pati gjetë, domethënë, gjuhën e mirëkuptimit mes institucionit dhe rinisë, dhe aktiviteti po zhvillohej shumë bukur dhe normalisht. Pastaj kthehem unë, filloj të mbaj mësimet në xhami, pra qysh nga viti që jam kthyer. Pastaj në vitin 2002, andej nga maj ose marsi, nuk e maj mend mirë fiks fare, fillova të mbaj hutbet dhe Hoxh Selimi e drejtonte xhamin. Pastaj më vonë, mas 3-4 vitesh, 5 vitesh, diçka e tillë, pastaj Hoxha kaloi tek një xhami që u bë afër shtëpisë tij dhe unë mora drejtimin e xhamisë.
Ku dini më tani jeni? Po, Alhamdulillah. vazhdojmë domethënë në aktivitetet vogla.